Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet e dërgojnë gjatërisë të pejgamberit më dashurit tonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në vazhdim të shpjegimit librit ajo se që ka ardhur në hadithet e Bukharit dhe Muslimit rreth paralajmërimit të Dajjalit me hartat bashkohore. Kapitulli fillon me at-tahdhiru min Mesihit Dajjal, apo paralajmërimi për Mesihut Dajjalin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min nabiyyin illa wa qad andara ummatahu al-a'dhar wal-kadhdhab." Nuk ka asnjë i dërguar i cili Allah subhanahu wa taala e ka dërguar te populli i tij vetëm se ka paralajmëruar për të verbrin gënjeshtar: "Ala innahu ba'dhar wa inna rabbakum laysa bi'adhar." Padyshim se ai është i verbur, por dini se Allah subhanahu wa taala Zoti i ju nuk është i verbur. Wa maktubun bayna aynayhi kaf fa wa ra. Edhe atina në mes syve të tina shkruan ka fa ra, apo në transmetime ka ardhur se në mes të syve të tia shkruan kafir, që do të thotë pa besimtar. Hadithi është muttefaqun alej, apo e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ekziston një transmetim tjetër të cilin e ka shkruar Imam Muslimi, ku thotë se ta'allamu, edhe dijeni ju, mësojeni ju se ennehu lam yara ahadun minkum rabbahu, se askush pe juve nuk e ka pa Zotin e tina, e as nuk mundet me pa Zotin e tina hatta yamut, përderisa ai vdes. Allah subhanahu wa taala në këtë dunja askush pe njerëzve të rëndom pe neve nuk mundet me pa me sytë e tij, por vetëm se pasi që na vdesim. Thot Ibn Hajiri, Allah më shirov, innehu a'dhar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend në hadith se ai është i verbër. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur nevojshme kur ka treguar për Dajjalin me përmend se Dajjali është i verbër? Për shkak se inna Allaha laysa bi'adhar, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk është i verbër. Ne e dimë se Allahu subhanahu nuk është i verbër. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prapë në hadith e ka qartësuar dhe ka përmend prapë. Këtë ka bue me qëllimin se Dajjalli kur vjen tek njerëzit, kur vjen fitnia e Dajjallit tek njerëzit, ai ka me ardhur dhe ka me thirrë veten tina si Zoti i tyre. Pasi që ka me thirrë veten në hyjnin e tina, pasi që ka me thirrë veten tina si krijues, edhe apo mashtrues i njerëzve, ka me treguar se Allahu subhanahu wa taala pejgamberi sa tregon se ky është i verbëri. Edhe kur vjen ky juve, mundohet me ju mashtruar se ky është Zoti ju, dini se ai është i verbër. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk është i verbër. Dhe Allah subhanahu wa taala është i gjithdijshëm. Dhe Allah subhanahu wa taala është i mëshirshëm, mëshirues. Prandaj, fa idha adda rububiyyata wa huwa naqisu khilqa. Kur vjen Dajjalli, ai ka me thirr veten e tij si krijues, ka me thirr veten e tij në rububie, por se dini se ai është ka mangësi në krijtarinë e tij. Ka mangësi në krijtarinë e tij. Wa ilahu ta'ala anin naqs. Edhe nuk mundet që kë mu thirr në hyjni, edhe pasën mangësi, me pasën mangësi në krijtarinë e tij. Prandaj dini se ai kur vjen ky, ai ulina ennehu kafir. Por dini se ai ka qenë pejgënjeshtarve apo prej mashtruesve që do njerëzve me jam mbështjellën të vërtetën. Hadithi i dytë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inni la anzirkumuhu ma min nabiyyin illa wa qad anzaru qawmah. Edhe nuk unë paralajmëroj juve se nuk ka asnjë pejgamber që e ka paralajmëruar popullin e vet, përderisa edhe Nuhu alayhis salam e ka paralajmëruar popullin e vet për çështjen e Dajjallit. Walakin aqulu lakum fihi qawlan, por se unë po ja them juve një fjalë për cilën pejgamberët e mëhershëm nuk i kanë treguar popullit tyre. Unë po ju tregoj juve për diçka për Dajjallin. Po e përmendi diçka për Dajjallin, Allah, mallkimi Allahu qoftë mbi të. Por se pejgamberët më nuk e kanë përmendur, do thotë ta'lamu annahu a'dhar. Dijeni se ai është i verbër. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'adhar. Por se Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu i gjithëmëshirshëm nuk është i verbër. Prandaj thotë Ibn Hajiri se inna sirra fi ikhtisasi nabi sallallahu alaihi wasallam, sekreti sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka specifikuar në disa transmetime, në vende ndryshme, në hadithe ndryshme, se kur vjen Dajjalli ai është i verbër dhe Allahu subhanahu wa taala nuk është i verbër, është se
kur ta dëgjojnë që të hadith, qoftë ai i cili ka shkollë, qoftë ai i cili nuk ka shkollë, qoftë ai i cili është i rritur, qoftë ai i cili është i vogël, qoftë ai i cili i kupton senet lehtë, apo ai i cili nuk i kupton senet lehtë, i don shpjegim, kur ta dëgjojnë që të hadith ka me kuptuar me të parën. Kur ta dëgjojnë secili prej njerëzve, secili nivel i njerëzve, këtë hadith se dëgjalli është i verbër dhe Allahu subhanahu nuk është i verbër, ka me mësue një prej cilësive tina se që kjo është gënjeshtari dhe që kjo është mashtruesi që ka me ardhur të njerëzit. Ne e dim se disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kena nevojë për shpjegim nganjëherë, apo kena nevojë për dikush për njerëzve të tillë, dikush për hoxhallarëve me na shpjegue filan hadithin se çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fund aty. Nësa të hadithi të gjallit, ku e përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innehu a'var, Allahu te barak wa ta'ala laysa bi a'var, se të gjallit është i verbër, ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është i verbër, këta e kupton secili për njerëzve. Prandaj në hadithin e tij akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an idhami fitnatihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për madhështinë ose për fitnën e madhe të tij. Se ka me qenë fitnë e madhe tek njerëzit. Me bejnë e khalki Adem, ile kijemi sa, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka që pej Ademit alaihi salam, pej njerit parë që Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar në dynjë. Ile kijemi sa, deri ditën kur ka më bëhe gjykimi, khalkun akbaru min ad-dajjal. Krijesë më të madhe se sa çështja e dëgjimit. Khalkun akbaru min ad-dajjal, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krijesë më të madhe se çështja e dëgjimit. Në transmetimin e Muslimit vjen se amrun akbaru min ad-dajjal. Çështje apo mesele apo fitne më e madhe se e dëgjimit. Në kur hina me lexue historinë e popullit të mëhershëm, lexojmë të çështja e popullit Nuh alayhis salam, çështjen e tufanit që Allahu subhanahu wa taala e ka përmbysur këtë botën, dëgjojnë atë populli Adit dhe i themut që Allahu subhanahu wa taala i ka shkatruar ata komplet me frymën atje, dëgjojnë atë populli Lutit që Allahu subhanahu wa taala ka përmbys komplet popullin e ka rrotulluar brenda tokës, apo të popullit të mëhershëm dëgjojnë fitnë të mëdha, por sa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prej Ademit alayhis salam e deri në ditën e gjykimit, çka ka ekzistuar, çdo ngjarje e cila ka ndodhur, nuk ka çështje më të madhe se çështja e dëgjimit. Kur që hiç mos të shpjegute çështja e dëgjimit. Edhe hiç mos në hije në detaje se kush është dëgjalli, kur ka me ardhur, me cilin ka me dalë, ose diçka tjetër, veç të hadith, me marrë në dhe me e kuptu e mirë. Edhe me vazhdu edhe me meditu edhe këti hadithi, na mjafton për përgatitjen e imanit tonë. Na mjafton se qysh me përgatit na vetën tonë për Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej Ademit alayhis salam e deri në ditën e gjykimit, çështja më të madhe, krijesë më të madhe se dëgjalli nuk ka pasur dhe nuk ka me pasur të atë. Kjo tregon sa fitnë e madhe ka me qenë ajo për njerëzit, Allahu na ruaj prej saj. Prandaj ka Nebi sallallahu alaihi wasallam, çdo herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte dua në çdo namaz që Allahu subhanahu wa taala me rutën për të dëgjuar. Transmetohet në hadithin e Aishës radhiyallahu anha ku thot: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", thot Aisha radhiyallahu anha, e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Yasta'idhu fi salatihi min fitnati ad-dajjal", duke kërkuar falje në namazet e tina prej fitnës së dëgjallit. Madje thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se A'udhu billahi min adhabillah. Unë kërkoj mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala, prej azabit, prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon, A'udhu billahi min adhabil qabr. Kërkoj mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala, prej azabit, prej dënimit të varrit. A'udhu billahi min fitnati mesihit dajjal. Kërkoj mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala nga fitnja e mesihut dajjalit. A'udhu billahi min fitnati al-mahya wa mamat. Kërkoj mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala nga çështja apo nga fitnet e të gjallëve, nga fitnja e të gjallëve, nga fitnet e të vdekurve. Kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku na tregon ai sallallahu alaihi wasallam se çysh na duhet namazet e tona, spaku me një namaz brenda ditës me kërkuar mbrojtje për fitnën e të gjallëve. Për kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri tash kemi 1400 vjet. Nëse ai sallallahu alaihi wasallam atëherë ka kërkuar falje, na sot jeni edhe më përshtuar edhe më shumë që duhet edhe më nevojtor që me kërkuar falje për fitnën e dëgjallit. Pse?
për shkak ngjarjeve që janë duke ndodhur, për shkak fitnave që të cilat janë duke i po që janë duke ndodhur, për shkak ngushtimit kohës e cila ka ardhur, për shkak shumimit të ngjarjeve në mesin e muslimanëve, për shkak luftimit të muslimanëve secilin vend. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që dëgjalli vjen bashkë atëherë kur shtohen më shumë të luftat, edhe bashkë atëherë kur shtohen më shumë të përshërjet mes njerëzve. Nëse të shohmi që në mesin e muslimanëve, se nuk po flasim jashtë muslimanëve, në mesin e muslimanëve kemi përshërje të shumta. Në mesin e muslimanëve kemi ndarje të shumta, grupacione të ndryshme. Në mesin e muslimanëve kemi lufta që secili vend ku ka musliman është edhe nga një luftë dhe ekziston nga një zë, Allahu na ruaj prej këtyre fitnave. Edhe dëgjalli del gjatë ku kushtohen fitnat. Prandaj na jena edhe më nevojtar për me kërkuar prej Allahut subhanahu wa taala që Allahu me na ruaj neve edhe familjen tonë, edhe gjithë muslimanët prej fitnës së dëgjallit. Prandaj emra Nabiu sallallahu alaihi wasallam ummatahu an yasta'idhu billahi thot pejgamberi sa e ka urdhnuar ummetin e tij, gjithë ummetin e tij që me kërkuar falje apo me kërkuar mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej fitnës së dëgjallit. Të çështja e dëgjallit edhe sahabët e kanë pasur frikën ndaj tij. Qal Abu Sa'id al-Khudri, transmetor Sa'id al-Khudri, thot na çdo herë u bëshmi nga një grup i sahabëve edhe që ndronin pranë derës së shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Valla pejgamberi sa ka qenë në xhaminë e tij. Sahabët çdo natë mas namazit janë mbledhur në xhami atje, janë bu grup edhe kanë para derës. Pse? Me arsye se ndoshta pejgamberi e ka ndonjë nevojë apo ka ndonjë kërkesë gjatë natës, edhe na me qenë në dispozicion ndaj tij sallallahu alaihi wasallam. Thot një natë prej natëve i na bue rreth edhe vazhdu me folmin e një tjetër. Edhe i kena ngrit shumë zonat natën. Edhe janë ngrit zonat e tonë me shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma hadhihi an-najwa?" Edhe çka është kjo çështje? Çka janë këto zona ka shumë? Ai thonë se a nuk ju ndalu juve që mos me ngrit zonat shumë natën? Prandaj i thot Sa'id al-Khudri se na tubu ila Allah ya nabi Allah. Thot ishmi duke kërkuar tobe, duke bërë pendim te Allahu subhanahu wa taala, o i dërguari i Allahut. Inma kunna fi dhikri al-Masih. Edhe një grup prej neve ishin duke e kuptuar çështjen e Mesihut të Dëgjallit. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum min nasihi indi?" Thot apo don që unë me ju kallëzue ju diçka e cila është edhe më e frikshme te unë se sa çështja e Dëgjallit? Kulna bala, i tham gjithsesi. Pa dyshim që na dojna. E shirkul khafi, pa është shirku i fsheft. Shirku i fsheft, e jekumë rëgjulli amelu li me kani rëgjulli. Kur dikush për njerëzve të qohet edhe të bëm vepra për me zonë vendin e dikujna tjetër, apo për me jurojnë sy tjere. Ma herën se Dëgjalli, na e përmend në hadithi ma herët, se pejgamberi a.s. deri në ditën e gjykimit, fitnë më të madhe, krijesë më të madhe, çështje më të madhe se Dëgjalli nuk ka me pas. Edhe nuk ka. Është hadithi pejgamberit a.s. Porse edhe ma e rëndë që kjo, apo pejgamberi edhe frikë edhe ma shumë që ka pasur në shirku të fsheft, e që është që dikush për njerëzën më uqu me bu vepra për me i rënë sy tjerë. Është çështja për me bu vepra në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwas bin Saman ka dhekra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam një herë për herave pejgamberi sa e përmendi çështjen e Dëgjallit. Edhe tha se çështja e Dëgjallit është prej fitnave më të mëdha që do të ndodhë në ummetin tonë. Masi që deri tash nuk ka ndodhur në fitnën e Dëgjallit, atëherë pjesa e cila ka mbetë deri në ditën e gjykimit tregon se Dëgjalli ka me dalë një ditë për ditë. Padyshim se ka cilësi, edhe ka shenja se para se me dalën Dëgjalli. Edhe ne nuk po themi se filan vitin apo filan mas kësaj ngjarje ka me dalën Dëgjalli. Nuk po jopi kohë caktuar. Por se po vëshin me këshillu mas pari vetëm, pastaj edhe të tjerë, ata të cilët e ngojnë këta, me këshillu që me përgatit vetëm me fillu e prej tash. Nuk mund të robi që nesër ka me shkuar në udhtim edhe sonte më që mu bogati. Nëse nesër ki munisë për një udhtim gjatë me javë ose me mujt i vazhdo mu bogati edhe me përgatit vetën tote psikikisht e fizikisht që ki munisën për një udhtim. Ku është çështja e Dëgjallit? Ku është çështja e fitnës së Dëgjallit për cilën ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Si është çështja që na duhet me përgatit vetën tonë me imanin tonë.
Kur mësojna për Dajjalin, ose kur flasin për Dajjalin, padyshim se neve na intereson edhe dukja e tina. Ju më thonë, po çish do këtë ajë? Të po thu që ka me dalën, për hadithe pejgamberit që ka me dalën, është kjo, fitnia është kjo, çështje merren. Çish ka me dukën Dajjalin? Çfarë krijesë është? Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. فانطلقنا نسيران përmend hadithin e Tamim ad-Dari. فانطلقنا نسيران حتى دخلنا الدير. Kena kaluar shpejt derisa kena hije te ai manastiri ku është Dajjalli. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. Aty kena pojë tek njërin më të madh të cilin e kam po në herë sytë e tonë. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dakhmul jism, ka trup të madh. Ka trup të madh. Rajulun launuhu ahmar. Por vetë se është trup i madh, është njëri i kuq, ngjyrë, ke pa njerëzit të cilën ndallohen të bardhë, zi, po e kanë edhe ngjyrë pak si më të vrull. Launul ahmar, ngjyrë e kuqe, ai abyadu yamilu shakra. Është ngjyrë e bardhë e cila vazhdon edhe kalon sikur ka e kushtranta. Trup i madh, krijesë e madhe, njeri i madh, me ngjyrë të kuqe, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم ذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم. Kur shkova dhe e pa shoju sjellja tina për rreth, edhe e pa se është njëri i cili ka trupin e madh edhe ngjyrën e kuqe. Awarul ayn, njërin sy të shtërrur. Kur thënë awarul ayn nuk është që ai ka një sy në mes, ose ka vetëm njërin sy, i ka të dy, por se njërin e ka të shtërrur, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna al-masih ad-dajjal awarul ayn al-yumna. Dhe Mesihu Dajjalli është ai i cili ka syrin e djathtë të shtjerrur. Kanë ajnahu imbrutafir. Sikurse në sy me pas sy një lloj rrushi i cili duket veç ajo e bardha. Duket veç e bardha e syt, por se nuk shef me ato. Po fi rivaje Dajjalu ajn al-yusra, në transmetim tjetër i cili nuk është edhe shumë i saktë, nuk ka arrin gradën e sahihit, është e ka syrin e majt të shtjerrur, por se më saktë është se ka syni e djathtë. Pastaj ka al-mudhiri al-a'waru min kulli shay'in al-mukhtal al-mu'ib, se ai është i verbër në çdo çështje. Është në wakila aynay ad-dajjal ma'ina ihdahuma bi dhahabiha wal-ukhra bi nuritiha. Çështja e Dajjallit apo e syve të Dajjallit është se të dy syt i ka prezent, por se njërin e ka të shtjerrur me të cilin ai nuk sheh. Ka dashur Allahu subhanahu wa taala që me i treguar krijesave tina se kur ai e thret vetin në hyni, dini se ai është i mangët në krijtarinë e tina. Pastaj ala ajnehi mamsuatun dhafratun ghalidha, të syni i cili e ka të shtjerrën e ka një pjesë të likurës mbi ta. Të syni i cili është i shtjerrën e ka një pjesë të likurës mbi ta, që i vrehet prej larg, i vrehet që njërin sy nuk e ka. Inna ad-dajjal mamsul ayni alayhi dhafratun ghalidha. Padyshim se Dajjalli e ka një sy të shtjerrë apo një sy të fshim, mbi të cilën e ka një pjesë të likurës mbi ta. Maktubun bayna aynihi kaf fa wa ra, që në mesin e syve tina shkruan ka fa ra, apo në transmetim tjetër ka ardhur që në mesin e syve tina në ballë atje i shkruan kafir. Ad-dajjal mamsuhu al-ayni maktubun bayna aynihi kafir. Sepse Dajjalli është ai i cili ka një sy të shtjerrur, i të cilit në mes të syve tina i shkruan kafir apo pa besimtar. Pastaj yakrahu kullu muslim. Këtë fjalë ka me e lexue çdo njeri prej muslimanëve. Çdo njeri prej besimtarëve i cili e ka besuar Allahu subhanahu wa taala ditën e fundit, edhe ka pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka të mundshme me e lexue që to në mesin e syve tina, Allahu na bëj prej tyre. Pastaj si tjetër thotë jufalu sha'r, ka flokë shumë të. Dajjalli përveç ka trupin e madh, edhe është i kuq, edhe ka një sy shtjerrur, jufalu sha'ri, edhe ka flokë shumë. Ka flokë shumë, flokë të cilat i ka sikur të grumbulluar me një vend. Pastaj në hadith tjetër, sha'ru ra'sihi mutaja'idun, edhe flokët e tij nuk janë të drejta mbi trup, por se flokët e tij janë të drejta edhe shumë të mëdha. Tash mundesh me paramendu ti një njeri i cili në kohë të gatë nuk i ka lëvë flokë, i ka të mëdha, i ka si më thon kaçurrela, edhe shumë edhe çysh i dobën aty mbi kokën e tij.
E njëjta është çështja apo cilësitë e Dajjalit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aytu wara'ahu rajulan ja'ada qattata sawla sha'ru ra'sihi mutaja'idun. Edhe flokët e tij nuk janë të drejta mbi trup, por se flokët e tij janë të drejta edhe shumë të mëdha. Tash mundesh me paramendu ti një njeri i cili një kohë të gatë nuk i ka lëvë flori, i ka të mëdha, i ka si me thonë kaçurrela, edhe shumë edhe qysh i dogun atina mbi kokën e tij. E njëjta është çështja apo cilësitë e Dajjalit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aytu wara'ahu rajulan ja'ada qattata sawla kan bo mathina li person i cili i ka pasur flokë të mëdha shumë të pakrejuna edhe kaçurrela. Pastaj cilësi tjetër e Dajjalit është se ai është steril. La yuladu lahu. Nuk mundet ai me pasur pasardhës. Dajjali përveç është krijesë, Allah s.w.t. nuk mundet që ai me pasën pasardhës. Edhe kjo është me thonë me një fjalë edhe si për ekzempel umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qala Fatimatu bintu Qais se e kam dëgjuar një herë për herave një zot ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrri sahabët për mu falë në xhami me fal namazin bashkë. Edhe masi që i falë pejgamberi sa në 2 rekate bashkë me xhamat, mas namazit u ngrit në mimberin e tina. Edhe kur u ngrit në mimberin e tina, vazhdoi me i lajmërue njerëzit. A e njëri thot Temim ed-Dari. Temim ed-Dari ka qenë prej krishterëve. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka filluar duke buzëqeshur. Edhe buzëqeshja e cila del prej gëzimit të madh. Dhe Temim ed-Dari thot ka qenë prej të krishterëve. Por se sot ka ardhur në xhami edhe ka pranuar Islamin. Ka marrën Islamin, edhe e ka dëshmuar shahadetin thot para meje. Pastaj, masi që e ka thonë shahadetin dhe ka pranuar Islamin, më ka treguar për një ngjarje për cilën gjë unë vetë ju kam paralajmëruar juve më herët. Pastaj vazhdon hadithi i tij. Inni wallahi ma jama'atukum li rahbatin wala li rahbatin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju kom lidhur juve për diçka të mirë ose të keqe, por se ju kom lidhur me tregu juve për të një der. Haddathani annahu rakiba fi as-safina, ai ka tregu mua se ka hyrë në anije. E ka marrë në anije. Ma 30 rajulan min al-lahm wal-judham, edhe me to kanë qenë rreth 30 veta pe lahmi wal-judham. Lahmi edhe judham janë 2 fise pe Yemenit. Sikur me thonë të na, gash kërsnesh, 2 fise. Lahmi dhe judham janë 2 fise të cilët kanë qenë prej Yemenit. Falaiba bihum al-mawj shahran, edhe kur e kanë filluar këta me shkuar në udhtim me anijen e tyre, valë të mëdha, fryma e madhe ka vazhduar me i lëkum ta rreth një muj, fil bar, thume arfau ila al-jazira. Pastaj mas një muj, duke i bartë në valë të mëdha këtë anije, i ka qitën me një breg dikun tokës atje. Hatta maghrib ash-shams derisa ka paranduar gjitha kanetën aty. Fa jalasu fi aqrab as-safina. Kur kanë dalë te bregu i diellit, kanë shtrypën prej anijes. Edhe janë ulur për rreth anijes. Pastaj fa dakhalu al-jazira fa laqitum ad-dabba. Masi që janë ulur për anijes, ka vjen koha e ushqimit, edhe duhet ta merripën diçka prej ushqimit. Thot kanë hyrje në gadiqë ose kanë hyrë në tokë atje. Kur kanë hyrë të kjo fushë aty, e kanë pa një kafsh. E kanë pa një kafsh ehlëm, e cila ka qenë me flokë shumë. La yadruna kuburahu wa la duburahu. Qatë shumë flokë ka pasur që kjo kafsha, thot Temim ed-Dari, radiallahu anhu, se nuk e kena ditën se pe ka është për para dhe ka është për mas. Dhe se kena ditë sot ka është të rejtën, as e kena ditë me daluar krytë ku e ka, as ku është për mas e sajna. Edhe thot, pasaj kena ku, vajla ka me antë, edhe kena pytu. Mirë për ty, qka jeti? Thot, anë el gjassas. Gjassas i thuj një personi, ose një shka i cili i bartë lafet. Gjassas ose i cili e merr një porositë të ti, edhe e qënë të tjetëri. E merr një lajmë të ti, edhe e qënë të tjetëri. Që kjo ka qenë në gjassas, që kjo kafsha ka qenë që ka quajtur lajme, mrena në manastirit atje ku ka qenë në Dajjali. Ejuhel qawmu antaliku ila hadha ar-rajuli fi ad-dayr. Pastaj i thot, o ju popull, o ju njerëz, vazhdoni edhe hyni të çki manastir, hyni të çki njeri. Fa inna ila khabirikum bil ashwaq, se ai ka diçka për me ju lajmëruar juve. Pastaj tregon Temim ed-Dari thot. Lamma samatana rajulan farikna, kur e kena hirë edhe kena vazhduar me mundohen në rritjetin. Edhe thot minha an takuna shejtane.
Thot ndoshta, thot mund të kon shejtan. Mund me shejtan. Thot dalak në sirah, thot kena hyrë shpejt aty. Kur kena hyrë shpejt, hatta dakhalna deri fa idha fihi a'zamu insanin ra'aynahu qat. Edhe kur kena hyrë aty kena poe njërin më të madh për cilën e kanë po ndonjëherë syt e tonë. Njërin më të madh për cilën e kanë po ndonjëherë syt e tonë. Wa ashadduhu wafaqa. Edhe kena vazhduar apo ato me adit apo me përshkrimin se cilën e përmendën. Pastaj ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku e përmend se ai ka qenë dëgjali. Wa fi riwaya thumma dhahabtu altafitu fa idha rajul ahmar jasim. Pastaj ka vazhduar me përmend deri me deri të gjitha cilësitë që i përmend. Trupin e madh i kush likur, njënin sy të fshim me flok kështu të pakri me kashurrela edhe me thyrje të cilë i shkruan kafir, është cilësi të cilën e ka përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është çështje, është ngjarje për të cilën Allahu subhanahu wa taala ka dashur që temi me deri me 30 për njerëzve tina, për lahme dhe gjullam, 2 fiset një menit, me i quë të që kjo ven aty, edhe me e po e të gjallë. Jo që me e po, sepse thot disa të aftime ka ardhën se të gjalli ekziston edhe është gjallë tani, edhe jeton tani. Deri sa t'i vjen atina dita edhe leja për Allah subhanahu wa taala që me dalën tek njerëzit. Hakikatul Mesihut Dajjal, cila është e vërteta rastësisht e Mesihut Dajjal. El Mesihut Dajjal min bani Adam. Çështja është se Mesihu Dajjal është prej bijve të Ademit, është prej krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Yabtali Allahu bihi ibada. Me të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka zgjedhën që me instruuar robërit e tina. Wa yaqdiru ala ba'd al-ashya'i thumma yu'jizu anha. Për cilat i ka dhënë forcë në disa, edhe e ka ndalur në disa. Këtë çështja e cila ka munduar të dëgjalli është fitne për fitnës Allahu subhanahu wa taala. Shembull, min ihyai al-mayti alladhi yaqtuluhu. Sikur me ngjallën i vdekurit që i ka qenë më herët. Në transmetime ka ardhur se nëse dikujt prej robët Allahu subhanahu wa taala i ka vdekur dikush i familjes prej motiku, edhe dëgjoi thotë beson mua, thotë unë kam të apo ato këtu një. Edhe pasi që ky beson e bën një formë shejtani, bën një shejtan në formën e atij të vdekurit i cili ka. Edhe kur ta shohin njerëzit për shembull i ka tekën baba 30 vjet 40 përpara. Ai thotë që unë ta vije babën përpara. Vjen shejtan në formën e babës tina. Kur ta shet çuditë thotë një me kë ka sot. Edhe i beson. Edhe po për pasurëve tina. Edhe e shkatron vetën. Pastaj i thotë, pa jannatihi wa nari, pastaj e kena boqe njëna anë tina me qenë xhenet e cila është mashtrim për njerëzit, edhe pjesa tjetër me qenë në zjarr, për cilën ka me thirrën se me i në xhenetin tina apo kemi u larguar, kemi shkuar në zjarrin e tij, për cilën vjen shpjegim deri në fund. Vëtibau kunuzil ardh, ka me pasën të gjitha çështjet apo thartharët e tokës. Nëse do dikush i cili e ka miell tokën me pasën shi, e lëshon shiin. Nëse do dikush ato të cilën e ka miellën me i dalën edhe me qitën toka frutë thënë, kam me qitën. Pra se vjen tas në të se ata të cilët e pasojnë dëgjallën, edhe kanë me i besuar dëgjallit, kanë qenë në atë kohë për njerëzit të cilët kanë me pasën ndoshta jetën më të mirë. Ata të cilët kundërshtojnë ato, ndoshta kanë me pasën një fitnë të rëndë. Por çfarë është fitnë e rëndë? Sepse kanë me pasën fatësi, edhe kanë përveç të fatësisë, nuk kanë me pasën diçka për ushqimit tokës për me hongër. E kanë pyesë sahabët ja Rasulullah, po çush kanë me jetu ata atë? Çush kanë me jetu atë? Thotë ushqimi atyre atë i besimtarët të Allahut subhanahu wa taala ka me qenë dhikrit të cilën e bëjnë për Allahun subhanahu wa taala. La ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, është dhikri, është ushqim për ta për cilën ka me mbrojtë të besimtarë. Pastaj vjen autori kapitullin që thotë halul mesihit dajjal al-an, cila është gjendja e dëgjallit sot. Gjendja e dëgjallit sot. ورد في السنة النبوية بيان حال المسيح الدجال سكعون السنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم تشجع الجندستينا أنه حي الآن سعيش جالتاني فبيغمبر صلى الله عليه وسلم وإني مخبركم تشجع تميم الدار تعريف تميم الدار كدجال تميم الدار وإني أخبركم عني إني أنا المسيح ونبي ترجعوا سهونا يا مسيحا وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج هذا هنا من دايس الششبين كما أردن ليا سهونا برمدال تكنيرنا
fi gjezirati min gjuzur il bahar, ekziston me një vend, me një ishull atje, pe ishullet të një deti. Ku të regon në hadithet e Mimederi, haddetheni ennehu rakiba fi safine, ku e ka hypën në anije, dhe i tha anija e ka quë me një breg atje, me një ishull atje, edhe e kanë takue dhe gjallë. Muqayyadun bi wathaqi shadidi min hadid, i cili është i lidhën me zinxhir edhe me nyje të shumta. Ashtu ka dashur Allahu subhanahu wa taala, që me kriju ato, me lënën gjallë në të vend aty, edhe me e lidhën. Yedahu madmumatani ila unukihi, të cilat dy durt e tina i ka të lidhura për qafën e tina, apo për fytyn e tina. Pastaj me bejnë rukbetej le Ka'behi muthakun bil hadid, për cilën është i lidhën me dur edhe me komën, me gjitha është i bom, tash para mendoje, i bom trush me një vend, ku edhe durt edhe komti ka e bashkë te qafa e tina, edhe është i lidhur me çdo nyje. Ku thotë fantalaf në siram hatta dakhalna dej, ku thotë në Mederi, përderisa na kena shkuar shpejt, edhe kena hyrë te çky lloj thiman e me thonën, edhe kena pa edhe gjallë në të njëjtën gjendje. Cilat janë shenjat para se me dalën dëgjave? Amaratu khuruji Mesihit Dajjal. Shenjat të cilat na duhet me i ditën para se me dalën dëgjave. E para është enne nakhle bejsen la yuthmir, lugin e palmave e cila ndodh, do ta tregojmë tash edhe lugin e palmave është mes Palestinës edhe afër Jordanit atje, dikon rreth 25 apo 30 kilometra në jug të detit të Galilas, tani është territori i Izraelit. Tash për tash, që kjo pjesë ako që kjo lugina është territori i Izraelit, mallkimi Allahu qoftë mbi ta. Bejsen Medinatu Shamal i Filistin. Bejsani është një lugin, apo që kjo lugina është lugin në çështjen në pjesën jugore atje të Palestinës, o gjunub behirat e Taberije. Edhe është në juglindje të detit të Tiberiadës, apo të liçenit të Tiberiadës. Të baduan që largohet për liçenit të Tiberiadës rreth 25 kilometra, u të baduan Bejtul Maqdis edhe për Bejtul Maqdis, për Mesjidul Aqsajës, i ka rreth 120 kilometra. Liçeni i Tiberiadës, tash mund me hidhen Google Map me këshyrën, liçeni i Tiberiadës. Për liçenin e Tiberiadës në juglindje atje i ka rreth 25 kilometra. Për i Mesjidul Aqsajës, deri te që kjo lugina i ka rreth 120 kilometra, apo 125 kilometra. Nuk është e rëndësishme shumë kjo. Kur vazhdon që kjo lugina me palma, për me u thaë palmat e sajna, është një prej shenjave se është afër dalja dëgjallit. Autori thotë se para disa vite, libri është i botuar në vitin 2022. Para disa vite kur e ka shikuar, vetë se fillimi i sajna ka filluar fatësia. Ka filluar tharja e çetyne e palmave, Allahun na ruaj. Faqala Dajjal akhbiruni an nakhli Bejsan, kur i ka pyetur Dajjal në derin. Tregoni mua për luginën e palmave të Bejsanit, që kuna an ai shani an nastakhbir. Po çka po do me lajmëruar na për to? As'alukum an nakhliha, po pyes për palmat e sajna. Hal yuthmir, apo a ka hala palma, a dole hala palma në atë lugin, kuna lehu na, i thamë po. Faqala imma innahu yushku la yufan. Po para se me dalë unë tregohet se ajo nuk ka me pasën palma, nuk ka me birë. Lugina e Bejsanit të shikjo që këtune, se mundet me urejtën, edhe që këtë lumë këtu është ku i cili shkon lëmë të liçeni të Tiberiadës. Që kjo është lugina e Bejsanit, është komplet me palma, foto që është e Homer 2022, që tani ka filluar disa prej palma aty mos me bije më. Tjetra është dhahabu mai buhayrati Taberije. Pastaj që ky liçeni i Tiberiadës ka me filluar me rënë niveli i tina. Wa ma'uha kulla al-afat autori. Edhe uji i sajna, uji i liçeni dhe se ka filluar me rënë tash. Po flasim për vitin 2022-2023, kur është botuar libra. Wahile fi nuksan, edhe ajo është tash në mangësi. U buhayrat e Taberije, edhe liçeni i Tiberiadës, shamal e Filistin. Pastaj është në veri atje, ku veritë e Izraelit, pastaj është në zonët e liçenit më të mbaja me ujë të ëmbël. Është ndryshim më me ujë të ëmbël. Te baduan Bejtul Maqdis, Mesjidul Aqsajës, deri te që ky liçeni i ka rreth 150 kilometra.
I Mesgjidul Aksas deri te liçeni i Taberias apo te Beriadës I ka rreth 150 kilometra. Edhe ajo është në veri atje të Luginës. Rreth 25 kilometra pej Luginës me Palma. Tregon hadithi, qale أخبرون بحيرة الطبرية ترجعني هم بوليشين من طبرية أبو تبريادس كنا بشكل ضمن ترجورة ثانا هل فيها ما بقاها للطاوي كنا هي كثيرة من فتاياش موي مصشم حتى نتسنتين كأول سبيليشين شمصشم تكابوس ويا ذكاوي نعمل كاتين ليشين الطبرية يوشك أن يذهب بترجوس ويا صانا بس كمشكوة وكاميراني بيلي صانا تاشتي بيت المقدس الشتو apo Mesgjidul Aksaja është qëto. Të shkuet në Kaveriu, shkojnë rreth 120 kilometra, është lugina e Bejthana, për shkë lugina e Palmave. Tash prej luginës Palmave, deri këtu edhe 150 është liçeni I Taberias. Që tregohet se që kjo kamerojnë niveli I sajna. Aleikum selam. Në dështojnë. Bejtul Magdisi, Mesgjidul Aksaja, kjo është hartë e cila është e do me tash, që ekziston në telefon të në Google Map, muna me hime këshyrin edhe masanena. Pej Mesgjidul Aksajës në veri, të nalë duke shkuën, që është territori I Izraelit, që tash për që tash, është territori I Izraelit, vjen lugina e Palmave të Bejsanit, pastaj pej kësajna prap të nalë atje ka duke shkuën të nalë, vjen çështja e liçenit të Taberias. Pastaj e tregon se është zona në lidhje të Izraelit. Që kjo është liçeni sot I cili duket, me thotë të sot është që kjo që është liçeni I cili sot ekziston atje, I cili ka mas shumë të ujë, edhe është ujë I omël, e që tash tregon, kjo është për të e bu me shumë ma herët, pastaj këtu fotoposht e tregon që ka filluar me rahe niveli I ujë. Muna mi vrej dallimet, nalë ku ka ujë më shumë, edhe kjo fotoposhtu që ka filluar me rahe, krasi me këta dhe me këta, ka filluar me rahe niveli I ujë. Është shej e dytë që tregon për daljen e dëgjallit. Pastaj e tjetëra, dhihabu me ajni Zugar, që tregon për Zugar është e njohur për bujqësi. Zugar është një kartun atje që banorët e qetina dhe e stiv fshatit një I kënë që njëllë shumë seme. Edhe tregot është fshat afër Jordanisë apo nga detit të vdekur. Edhe tregot se do të më shkue uji I kësajna. Pastaj ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Dajjallit kur thotë se akhbiruan ajni Zugar tregoni mua për burimin e Zugarit, Allah të tregon çka po do të thënë dhe thonë a ka halon do ujë edhe vazhdojnë populli I atij vendi me mielën halasane, ta I tregon që po do të tregon se ata nuk kanë me mielën, nuk kanë me pasur fruta aty, edhe nuk kanë me pasur ujë aty. Ajni Zugar është vazhdon më kom pikë Bejtul Magdisi, Mesgjidul Aksajës rreth 85 kilometra në drejtim të Jordanisë. Pej Mesgjidul Aksajës në drejtim të Jordanisë rreth 85 kilometra ekziston edhe fshati Zugarit, I cili ekziston sot në Google Map, edhe shohim I cili është edhe burimi I ujit atje. Andaj janë pej çështjeve apo pej vendeve se ku ndodhin këto. Tash e shohim me shembull. Mesgjidul Aksaja është këtu. Këtu është deti I vdekur. Mesgjidul Aksaja edhe deti I vdekur. Duke shkuar te poshtë dalmi te Jordania. Edhe poshtë e kena ajni Zugar, që duhet me ushtru. Prej fotove e cila është tash që ka filluar me udhëfare ai vendet. Prej fotove tash është që ka filluar me udhëfare vendet. Mesgjidul Aksaja këtu, deti I vdekur këtu, duke shku ka Jordania është që kifshohet apo që kifshohet vendi Zugar, që është foto tash që ka filluar me udhëfare vendjet. Është prej shenjave që tregon për ardha apo për afrimin e kohës së daljes së Dajjallit. Gjitha janë shenja se ne përmendëm çështën e Dajjallit. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që na bëj për atyre të cilët janë të qëndrueshëm në fenë e tina, ne lutim Allahun subhanahu wa taala që na forcoj imanin ton,
me forcu e besimin ton, e lusim Allahun subhanallahu që me na rrit neve familjen tonë, fëmijët tonë, dhe gjithë pasardhët, gjithë muslimanët deri në ditën e gjykimit, edhe mos na mësoj Allahu me tek gjendje tjetër, vetëm se me besimin e tina e qulu ma tasma'una wa la khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.